Përshëndetje gjithëve, po normal gjendja është shumë e mirë edhe pse kësaj radhe ka qenë koha pak e shkurt, kemi pas vetëm 2-3 ditë stërvitje, po prap gjithë kanë ardhur në formën më të mirë të mundshme edhe normal është ndeshja e parë, sidomos pasi lujmë edhe në shtëpi, do të mundohemi edhe ta shfrytëzojmë maksimum përparësinë e ndeshjes që kemi këtu, së bashku me gjithë tifozët edhe shpresojmë një rezultat sa më pozitiv në ndeshjen e parë. Po normal, e dina kualitetin e tyne, sidomos ofensiv janë shumë të fortë edhe luajnë bashkë si ekip, po normal na duhet më shumë u fokusu te kualiteti jonë edhe te loja jonë, edhe sidomos ndeshjet e fundit që i kanë zhvillu djemt, kanë zhvillu ndeshje shumë të mira dhe besoj që kemi shumë gjëra pozitive me marrë nga ato ndeshje edhe ta nisim sa më mirë. Po normal, kualifikimi është ëndra e çdo njanit prej neve dhe shpresoj me arrit sa më shpejt. Edhe çdo ndeshje me kombëtaren pa marrë parasysh a është për kualifikues ose miqësore, shërben për të mirën tonë edhe me pa se ku jemi si ekip edhe individualisht, po normal edhe këto e kanë për momentin rëndësinë e vet, duhemi me fitu edhe me kalu tutje, pastaj do kemi edhe kohë për mu përgatit për kualifikime tjera. Po besoj që është e rëndësishme edhe për neve, si kombëtare me provu edhe na veten me shtetet që janë liga më të larta edhe me pa se ku jemi edhe normal që na ndihmojnë shumë me u përgatit edhe për të ardhmen.